Me qëllim të parandalimit dhe sekuestrimit të armëve ilegale, Policia e Kosovës në koordinim të ngushtë me Prokurorinë Themelore në Mitrovic, Agjencinë Kosovare të Inteligjencës, detyrimin e hetimit të krimeve të luftës nga data 6 gusht deri me datën 17 gusht, ka zhvilluar disa operacione policore për zbulimin e armëve ilegale në zonën e komunës së Zubin Potokut. Këto operacione janë ndërmarrë pas pranimit të informacioneve në rrugë të ndryshme operative dhe në bashkëpunim me qytetarë të ndryshëm mbi dyshimet për posedim të armëve ilegale. Po ashtu janë gjetur edhe municione, gjithsej 4831 cop municione të kalibrave të ndryshme. Për të mos i numëruar gjithë për shkak që edhe mund të shihni me vonë, do të keni mundësinë për një pamje. Po ashtu janë gjetur edhe pjesë të armëve, shumëta tyta, kondak, karikator, optik për armë, kaseta armatimi dhe po ashtu krerë, fishek apo magazina. Janë gjetur gjithashtu edhe shumë pajisje tjera ushtarake, që të mos i numërojmë gjitha, thika ushtarake, gazmoska, 10 palë dulbi, radiolidhje, mbushës për radio, sëpota ushtarake, orka druri për municione dhe mjetë të tjera luftarake të cilat janë konfiskuar. Po ashtu janë gjetur numër të madh i uniformash, çanta ushtarake, këmisha ushtarake të ushtrisë Serbisë, policisë Serbisë dhe pajisje të tjera që në lidhen me qëllimin ushtarak. Po ashtu janë sekuestruar dokumentacione të librezave të armëve të Jugosllavisë, kartel veteranët të luftës, dokumente të armëve, numra serik, ditar të rojeve të pyllit dhe ndërshkrimet tjera të nevojshme për qëllimet hetimore, leje të armëve të shkurta, leje të armëve të unmikut dhe po ashtu leje tjera të skaduara. Po ashtu, gjatë operacioneve janë gjetur dhe sekuestruar edhe mjete monetare, para në vlerën prej 96.100 euro dhe po ashtu 5.000 franga.